Ju me ftejmë se kemi një listë me nënshkrimet e prindërve se testimi bojkotohet. Prindërit e nxënësve që kanë aplikuar për të regjistruar në shkollën e mesme të mjekësisë në Gostivar kanë protestuar kundër vendimit për organizimin e testimit kualifikues për pranim të fëmijëve të tyre në këtë shkollë, duke e konsideruar atë të panevojshëm dhe stresues për fëmijët. Ata kanë dërguar kërkesë zyrtare për anulim të testimit në drejtorinë e shkollës, sektorin për arsim në komunën e Gostivarit dhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Prindërit e nxënësve të cilat aplikojnë për regjistrimin në vitin e parë në drejtimin infermeri për vitin 2025-2026 krejnë proteste qartë dhe unanime kundër mbajtjes së testimit kualifikues i planifikuar për sot në datë 23 qershor 2025. Arsyet janë si më poshtë. Të gjithë nxënësit e paraqitur kanë numër të njëjtë të poenave maksimal, të fituara në bazë të suksesit mesatar dhe notat për lëndët relevante për konkursin. Kjo e bën testimin të panevojshëm dhe të padrejtë, pasi nuk ka bazë reale për dallim të aftësive të tyre në bazë të vlerësimeve shtesë. Afati i shkurtër për përgatitjen dhe presionin psikologjik mbi nxënësit, menjëherë pas përfundimit të arsimit fillor dhe para një vendimi të rëndësishëm jetësor, përbën një barë të madhe për shëndetin e tyre mendor dhe ndjenjen e sigurisë. Pabarazia në qasjen ndaj përgatitjeve. Jo të gjithë nxënësit kanë mundësi për mësime shtesë private, teste provuese apo konsultime me mësimdhënësit, gjë që krijon një situatë pa barabartë sociale. Ne si prind kërkojmë që testi kualifikues për nxënësit me numër të njëjtë të pikave të anulohet, pasi që ekzistojnë mënyra alternative për këto nxënës. Të bëhet rritja e numrit të paraleleve pranë kësaj shkolle ose pranimi i të gjithë kandidatëve me pikë maksimale nëse kapaciteti i shkollës e lejon këtë. Pedagogu i shkollës Shpend Bajrami tha se për 50 vendet e shpallura kanë konkuruar mbi 100 nxënës, ndërsa 73 prej tyre kanë arritur pikët maksimale prej 75, që nënkupton se 23 nxënës mbeten jashtë listës së pranimit. Si zgjidhja i përmend hapjen e një paralelejeshtesë për të cilën kanë parashtruar kërkesë në Ministrinë e Arsimit, por që deri më sot nuk kanë marrë përgjigje. Për 50 vende, të ne kanë konkuruar, në një numër pak më i madh të nxënësve, diku 100 e diçka, por me 75 pikë, që konkursi thot nga 70 deri në 75 pikë, me 75 pikë janë diku në listë 73 nxënës. Kështu që për 50 vendeve 23 nxënës na ngelin jashtë përfshirjes në paralelit përkatëse. Ne si shkollë, jemi të obliguar të zbatojmë anën formale që na obligon Ministria e Arsimit dhe ligji që kërkon, por jemi të mendimit që edhe mund të bëjmë diçka kompromis që të hapet edhe ndonjë paralele e re që nuk paraqet probleme financiare. Këtë kemi pas edhe para 4 ose 5 vjetësh, një gjenerat ka shku me 5 paralele në gjuhën shqipe, atëherë kanë qenë të gjitha modern medicinale, kështu që si vjet nëse do të bëheshte një mundësi e hapjes, ne e mbulojmë me kuadrin që kemi dhe nuk ka ndonjë problem financiar. Dhe varianti i dytë, pastaj do të shohim se ta 23 që do të ngelin sigurisht do të konkurrojnë në laborant ose në teknik dhambësh, dhe prej asaj pastaj ngelin vetëm 14 nxënës do na ngelin që do duhet përfshihen ose do duhet largohen. Po kemi bërë kërkesën më herë pas listës ranguese që doli me 73 nxënës që do t'i nënshtrohen provimit dhe nuk kemi përgjigje akoma. Këtë që ju thash unë tani, është e shkruar edhe në kërkesën që kemi bërë Ministrisë së Arsimit ditën e premte dhe kemi përcjell edhe me postë edhe me skenë. Autoritetet arsimore pritet të shqyrtojnë mundësinë për zgjidhje alternative për të mos lënë jashtë sistemit arsimor nxënësit të cilët i plotësojnë kriteret.